Претеничката од опозицијата Илира Даути во синокешната емисија Клик Плюс го отвори прашањето за неспроведување на албанскиот јазик во собранието. Според неа, за неговата примена имало проблеми во претходниот мандат, но по многу напори било постигнато законите да се доставуваат на двата јазика. Сепак според неа ситуацијата се променила од почетокот на мандатот на оваа влада, бидејќи предлозите се испраќаат само на македонски јазик. Realisht kjo është bërë një praktik. Ishte edhe në mandatin e kaluar për hir të vërtetës, ne kemi pasur probleme me implementimin e gjuhës, opinioni i gjerë e din shumë mirë se edhe atëherë kemi pasur reagime të ashpra ndaj mos zbatimit të gjuhës, po të gjithë bashkë arritëm që deri në fund të mandatit të kaluar edhe ministrat Maqedon dhe kryeministri t'i sillnin më ligjet në të dy gjuhët. Për fat të keq, starti i këtij mandati na gjeti me propozime vetëm që vinin në gjuhën maqedone dhe keqja e krejt kësaj është madje propozimi i parë që u bë vetëm gjuhën maqedone ishte nga ministri i shëndetësisë. Даути вели дека употребата на албанскиот јазик во институциите е задолжителна со закон и бара официјалните материјали да бидат и на албански јазик, бидејќи според неа институциите имаат обврска да го спроведуваат законот за јазици и да создаваат услови за негово спроведување. Ligji për përdorimin e gjuhëve ka pasur edhe ka dispozitën kalimtare e cila i ka obliguar në atë kohë institucionet shtetërore që ta implementojnë dhe të kryojnë kushte për zbatimin e tij. Ka pas një nën tjetër i cili ka qenë atëko shumë i kontestueshëm nga pala tjetër, por që megjithatë është pjesë e ligjit dhe që thotë se ata institucione dhe organe shtetërore të cilat nuk do ta harmonizojnë ligjet tjera me atë, do vlejnë ligjet e ligjit në fjalë, dhe me thonë ligjet për përdorimin e gjuhëve. Дебатата за статусот и употребата на албанскиот јазик во државните институции останува отворена, додека различните толкувања на уставните одредби продолжуваат да предизвикуваат политички реакции.